Ka matje kushtrimit. Mjafton që ndihet. Pak edhe Je super këngëtar. Pse nuk e bën shpesh lojën me këngë ku i ngacmon banorët më shpesh? Është një pyetje shumë e mirë për ty. Po kushtrim na ka munguar të na këndosh çdo natë, për zotin. Jo, pyetja ke tjetër sen. Edhe një herë përsëris. Je super këngëtar, pse nuk e bën shpesh lojën me këngë ku i ngacmon banorët më shpesh? E kuptove, unë e kuptova. Faleminderit për komplimentin, mas pari, edhe për këtë pjesën e ngacmimeve me këngë. Realisht kjo ka nisë mas parit me notin, që e kom ngacmu me atë këngën e fëmijëve, që ka zgjedhë më ofendu tepër shumë prej asaj. Po, këto ditë e kom bo edhe një me Olbën. Olba është e vedeshme që e kom bo, me këngën Mjeshtër i mashtrimeve, që i referohem Limqes në këtë rast. Edhe, po, amo ato e bëj veç kur më vjen, për ndryshon nuk jëm njëre që e sforcej vetën ose i sforcej situatat, kështu që nëse më vjen diçka e bëj edhe besoj që po, kam edhe të tjera, mos më prek që shtollë. Mos prek për lirë. Kjo ishte përgjigje definitive. Faleminderit shumë edhe për pyetjen edhe për komplimentin.